Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 9 deri më datën 15 shkurt 2026. Kemi një javë ku shumë gjëra të rëndësishme janë mbi tavolinë, siç janë kontratat, siç janë dashuria, siç janë gjërat e tjera që ndikojnë. Mirë po, nga njëra anë na jep mundësinë, na shton gjërat që neve duam dhe nga ana tjetër na sugjeron që të bëjmë kujdes në gjërat e imta. Vërtet është një kohë, një përshtatshmëri që ndodhin disa fenomene ku çështjet madhore, për shembull, që stabilizojnë çështje ekonomike ose gjërat që ndikojnë vërtetësinë ose ndikojnë disa gjëra shumë të mëdha në anën tjetër të karrierës, të ndryshimit të madh që ka të bëjnë, por gjithashtu mbetemi në ndikimin, në favorizimin dhe mundësitë e arta që kemi gjatë periudhës ose gjatë kohës për sa i përket çështjeve financiare, për sa i përket gjërave që neve duam të bëjmë, të realizojmë e kështu me radhë. Por le të hedhim një sy pikërisht kësaj jave mbi ndikimet planetare dhe funksionimi dhe mundësitë që na jepen dhe ku pikërisht kemi datën 9. Data 9, një ditë mjaft e rëndësishme, e lodhshme, por lodhja ka për t'ia vlejtur, sepse keni shumë punë për të mbyllur, keni shumë mundësi për të rregulluar, stabilizuar gjërat ekonomiko-financiare dhe disa gjëra të tjera që mundësit janë, koha është në favorin ton. Por vallë sa jemi të gatshëm ne të përgjigjemi kërkesave të ditës dhe të mundësisë që na jepen. Kujdes të veçantë që duhet bëjnë në datën 9 të ditës së hënë, do të thotë gjërat që lidhen me punën, lidhen me karrierën, lidhen dhe me udhëtimet. Të shenjës zjarrit, siç janë Dashi, siç është Luani, siç janë shigjetarët të dhjetëçit të dytë, kanë një mundësi që të bëjnë zgjidhjen e duhur në çështjet që kanë çështjet me komunikimin me punën, por gjithashtu dhe me disa gjëra të tjera. Me kujdesin që duhet bëjmë sepse po ta marrim në raund shtetëror ose ata që janë personat që përpilojnë ligjet, edhe pse do kemi disa keq interpretime në fakt, por këto janë të zgjidhshme sepse do lidhen shumë me anën e pasurive të paluajtshme, në anën e drejtë të tyre, por edhe gëzimeve dhe mundësive që na jepen. Por kujdesi duhet të bëjmë në këtë ditë sepse mund të na jepet mundësia, por sa gati jemi ne të i përgjigjemi këtyre çështjeve. Kemi datën 10 shkurt. Data 10 shkurt do të thotë mundësi, do të thotë stabilizim, sepse kemi afërditën që kalon në shenjën e ndikimit të madh të peshqeve. Ky është një pozicion veçanërisht romantik, ëndrimtar, i ëmbël dhe mundësi në lidhje me anën pozitive të çështjeve të dashurisë së munguar, të çështjeve të mëdha financiare, por gjithashtu kanë edhe kohën e duhur për sa i përket zhvillimeve. Favorizohen shumë shenjat e ujit, përkatësisht gaforja, akrepi, peshqit, por dhe shenjat e tokës siç janë Demi, Virgjëresha, Briciapi. Në fakt, për herë të parë në 3 vitet e fundit, ajo do të shmangë ndërlikimet e Saturnit dhe të Neptunit, pasi nuk do të hasë atë gjatë rrugës së saj nëpër ndikimin e shenjave, sepse ka pasur shumë probleme nga njëra anë, shumë kohë në anën tjetër, për sa i përket mënyrave dhe çështjeve standarde, për sa i përket punës ose një kontratë shumë të rëndësishme që ndikon në atë që neve kërkojmë. Vërtet është koha që neve të afirmimi, sepse kur kemi punë, afirmohemi diku ose shikojmë diku ku do të shkojmë. Por disa persona mund të na prishë rrugtimin ton dhe kjo mund të ju të shekullojbrojë disi, por juve mos u shqetësoni në këtë drejtim, sepse koha ka provuar që juve dini shumë mirë t'ja dilni dhe ky është një moment mjaft i mirë dhe stabilizues në atë që juve doni të bëni dhe t'ja arrisni qëllimit tuaj. Duke pasur parasysh, paraditja na ndihmon gjithashtu për të gjitha shenjat dhe mundësitë që do të na jepen, sepse duke pasur parasysh edhe kohën që ndodhin fenomenet ose ndodhin disa pengesa
pengesa. Pengesa mund i thanë që po nuk është janë pengesa këto se zgjidhen në anën tjetër, se lidhet shumë me çështje në fakt pasur e paluajtshme ka ndikimi më të madh, por kjo duket se është e zgjidhshme dhe jo problematike në atë çka ndodh. Kemi datën 11. Data 11 është një datë ku dita e martë që lidhet shumë me vendimet që neve do marrim. Për ju që keni probleme, për ju që keni lënë një çështje të pazgjidhur, një çështje pezull, vjen momenti dhe koha e duhur mbi çështje që stabilizojnë ekonominë, mbi çështje që bëhet lidhet puna me karrierën njëkohësisht dhe disa vendime të rëndësisë veçantë që janë mjaft pozitive, janë mjaft kërkuese në atë që bëhet, kërkuese në atë që janë mundësitë më të mira që mund të kemi dhe çështjet më perfekte mbi zgjidhjet të punës ose dhe një çështje gjyqësore merr fund. Dhe juve që jeni në diasporë ka diçka shumë të madhe për sa i përket drejtësisë, ku do flasi drejtësia dhe juve dilni të fituar. Ky është një gëzim shumë i madh familjar. Por vallë në këtë drejtim, cilat janë tre shenjat më perfekte për sa i përket drejtësisë dhe përfitimeve në fushën e pasurisë paluajtshme? Po, kemi shenjën e demit të dhjetëdiqit të parë, kemi shenjën e peshores të dhjetëdiqit të tretë, kemi shigetarin të dhjetëdiqit të dytë, që ka ndikime shumë të mëdha, që për juve që keni pasur problematikat të tilla, përse keni pasur gjëra që keni pasur mundësinë për t'i zgjidhur dhe vjen një moment tani që sfidat janë për juve dhe dini shumë mirë ku do të shkoni. Mos mu shqetësoni fare sepse ka diçka shumë të rëndësishme mbi zgjidhjen dhe konfliktet e vjetra që keni pasur më përpara. Kemi datën 12 dhe ndikime që kanë të bëjnë dhe mundësitë që vijnë. Data 12 është një ditë mjaft e rëndësishme për nga pozicioni planetar, sepse koha gjithmonë është një hapara për ato që juve e kërkoni, juve që doni që i realizoni gjërat në kohën e duhur dhe veçanërisht data 12 dhe ndikimi që ka të bëjnë është një mundësi mjaft e mirë në lidhje me çështjet e punës, lidhje me çështjet e karrierës, lidhje me çështjet e mundësive, pse kemi të bëjmë me ditën e Jupiterit, sepse data 12 është dita inte dhe dita inte gjithmonë është rrezaton në atë që do të kemi, prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Çështjet që kanë të bëjnë lidhje me një njohje keq interpretimi, keq kuptimi, është një moment që duhet të marri zgjidhje, të marri fund mbi një çështje pune e heqje me pa të drejtë dhe juve do të përfitoni. Jeni përfitues direkt dhe shikoni dhe vetë do kujtoni ku ka diçka shumë të madhe në këtë aspekt për sa përket këtyre gjërave, për sa përket këtyre çështjeve kaq të mëdha, për sa përket stabilizimit dhe punës suaj në këtë drejtim. Kemi datën 13. Data 13 shënon piknisjen e gjërave të mëdha. Dita e premte, dita e afërditës, ku në këtë ditë, sado që gjërat janë vendimtare, janë vështërsi e sipër, është një kohë që përcakton, është një kohë përcaktuese në ato që bëhet dhe me vendimet që merren me çështjen dhe kohën e duhur, stabilizimi që është dhe koha më ideale që ditën e premte, që juve duhet të bisedoni, nëse keni një punë të re, nëse doni të rregulloni gjërat që juve keni lënë pas dore, vjen një moment tani dhe mjaft pozitiv që juve ju thotë që duhet të nisni diçka të re në fushën e karrierës, në fushën e vendimeve të rëndësishme, mund t'i merrni. Është momenti juaj më i mirë i mundshëm dhe kështu që nuk ka vend për të shqetësuar në këtë drejtim, sepse keni mundësinë për të zgjidhur çështjet e juaja. Dhe vim tek ndikimi tek çështjet që lidhen mjaft mirë dhe periudha që ndodhin dhe çështjet më madhore në ndikimin më të madh, kemi datën më idealja, se do të thotë data 14. Çfarë ndodh me datën 14?
Dhe pse data 14 është një datë që ndryshe mendohet, ndryshe gjykohet. Keq kuptime, keq interpretime. Këtu lidhen shumë, por meqense, pastaj do t'ju them atë arsyen. Kemi Saturnin që vendoset në shenjën e Dashit. Për pak më shumë se 2 vjet do qëndrojë në këtë shenjë. Saturni është në ndikimin astrologjik tradicional shenja e nxituar dhe e paduruar e Dashit. Dhe kjo do të thotë ndikimin nuk i përshtatet planetit të durimit, disiplinës dhe lëvizjeve të ngadalta. Në shenjën e Dashit, Saturni përpiqet të imponojë ndryshimin duke ndjekur pafundësisht sfidat. Dhe Saturni në Dash nuk ndihet rehat dhe nuk bën gjëra në mënyrë të lehtë. Vështërsia e ngacmon atë. Megjithatë, Saturni ka diçka më specifike në lidhje me ndikimet, sepse Saturni ka një ndikim në Peshk, përpiqet të sjellë rregull kur ishte në shenjën e Peshqve, rregull në kaos. Saturni në krahun tjetër në Dash ka një vizion për të shërbyer dhe kjo do të thotë ndikime dhe nga ana tjetër do të ketë sukses dhe nëse lodh vetëm. Gjatë periudhës që do të qëndrojë në Dash, do të zgjasë pak a shumë 2 vite. Dhe ne jemi të përgatitur të gjejmë mënyrën për të zbutur anën ton impulsive dhe shpesh të padisiplinuar. Të gjejmë të mesmen e artë midis guximit të Dashit dhe disiplinës së Saturnit. Të marrim përgjegjësi për ata që na ndodhin ndërsa përpiqemi. Nëse bëjmë këtë, atëherë do të rritemi vërtet përtej të gjitha pritjeve. Pozicioni i ri do të ndikojë në shenjat impulsive, siç është Dashi, Gaforja, Peshorja, Britsjapi, ose ata që kanë ascendente dhe planete në këto shenja të mërsipërme. Nuk diskutohet se këtë vit ata kanë lindur në 10 e parë dhe të dytë do të preken më tepër për sa i përket këtij këndi, këtij ndryshimi që bëhet dhe vendimi që merret. Prandaj them që duhet pasur kujdes në çështjet që neve marrim përsipër ose në germat e imta që themi, sepse përgjithsisht koha që ndodhin fenomenet, periudha kur ndodhin gjërat, sado të vështira, sado kanë atë të tyren, kanë mundësinë, kanë rëndësinë që japin vetes në anët e tjera, por gjithsesi është një javë me pritshmëri të larta, por dhe pak rrëmuj në vetvete. Lajmet që ndodhemi në një periudhë ku po zihen bota, kemi një periudhë e keni parë, po ta nënshkaloni pak në janar të 2026 ose në dhjetor, dhe e keni parë ku ndodh Saturni që bën disa gjëra çfarë ndryshimi sjell. Dhe këtë e kemi të afishuar, mund të rishikoni disa gjëra sepse atje mund të kuptoni në atë që kemi bërë parashikimin e vitit tek astrologu Jugurpulla dhe plus mund të shikoni të tashmen se çfarë do ndodhi tani tutje. Sepse duhet jemi të përgatitur për gjithçka na pret, gjithçka neve duam të realizojmë. Tani, pa humbur kohë, para se të filloj me 12 shenjat zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodhen në Shqipëri apo në diaspor dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja ros shkon atje, atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve kërkoni dhe dëshironi. Duke zgjedhur paketën tuaj, numrin për katës të blerjes, dhe më pas shkoni tek sekretaria dhe atje do shikoni hapet një dritare, ja pikërisht ajo dritare aty, dhe më pas, duke zgjedhur paketën tuaj, numrin për katës të blerjes, jeni gati për të dërguar dhe pastaj do flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe juve jeni në kërkim për një dërguar një pyetje për të marrë përgjigje tek programi pyetje përgjigje, atëherë kemi pikërisht të butonin këtu. E klikoni, e shikoni, ndiqni hapat dhe jeni gati për të dërguar mesazhet dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Do jemi çdo të mërkur në orën 8. Jemi live me pyetje përgjigje. Për juve që doni që
më tepër informacion, më tepër të dini në privat, në momentin që ne jemi live, nëpërmjet telefonatës, që mund të marrë nëpërmjet telefonit në kohën që ne jemi live, sepse do kemi dhe shërbimet online, shërbime nëpërmjet telefonit, atëherë kemi membership. Ja ku e keni këtu, po ta hapni, Astrologu Jorgo Pulla, e klikoni www.astrologu Jorgo Pulla, ju hapet tek YouTube-i, edhe shikoni, aty pastaj shikoni se si funksionon shërbimi dhe në fund keni membership që lexon atje, klikojeni, regjistroheni, shikojeni dhe pastaj direkt merrni informacione më tepër rreth çështjes suaj. Nuk është vetëm një pyetje. Mund keni disa pyetje që mund të përgjigjemi për këtë çështje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e zjarrt, me shenjën e ndryshimit dhe të komunikimit, që do të thotë shenja e dashit. Për sa i përket shenjës dashit, duket se dashi ka disa mundësi që vërtet është kontribues kryesor mbi takimet që bën, mbi mundësitë që jepen në anën e financave, në lidhje me komunikimin, në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që do të keni tani tutje, ku periudha është mjaft e mirë në lidhje me disa çështje që do të keni. 10 ditë që i parë do merret shumë me takime pune, me shumë ndryshime që do të ketë tani tutje. 10 ditë që i dytë ka një kuptim në vete që do të thotë një çështje ekonomike financiare në lidhje me para në dorë për bërë një blerje, nuk e di çka keni në ndërmend juve me rregullu ose me stabilizu, por gjithsesi keni të gjithë kohën në dispozicionin tuaj për të bërë zgjidhjen e duhur në çështjet e financave, për të bërë një blerje. Kjo blerje do t'ju ndihmojë jashtëmase mbi takimet që do të bëni dhe në lidhje me një biznes që mund keni ose të bëni një blerje, një pasuri e paluajtshme, është më se e mundur të ndodhi në këtë drejtim. Në 10 ditën e tretë, që ka një ndikim mjaft të madh, që do të thotë dilni nga ndonjëherë në lidhje, dilni përtej asaj çka juve të pritshmërive, sepse jeni me të drejtën tuaj, e keni gjithë mundësinë sepse e zgjidhni problemin tuaj. Dhe kjo kohë është koha që vezullon, stabilizon, kërkon rrit, jo vetëm rrit pritshmëritë, por dhe momenti që është mjaft pozitiv në atë që bëhet, pozitiv në atë që keni në anën tuaj, por gjithashtu është një mundësi mjaft e mirë për të bërë stabilizime, për të bërë ndryshime, për të bërë takimet mjaft volitshme për sa përket punës dhe gjërave të tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë në anën tuaj. Meqense të 30 ditët kanë pasur disa çështje problematike në lidhje me takimet, në lidhje me vendime të rëndësishme, por vjen një moment tani që juve do keni mundësinë për të bërë ndryshimin e madh në punën tuaj. Dashuria që lidhet shumë me peshorët e 10 ditëve të parë, me britsjap të 10 ditëve të tretë, por në kohësisht edhe me gaforet të 10 ditëve të dytë, ku është një moment mjaft i mirë, një moment që ndiheni shumë të kërkuar në punën tuaj, por meqense Saturni ju ngadalson pak gjërat dhe rrezikun akoma, ju mbron në disa çështje që keni, sepse pikërisht java ka dhe disa surpriza të mëdha, por këta janë të zgjidhshme në lidhje me çështje që kanë bëjnë me punën dhe me gjërat e tjera që do keni tani e tutje, dhe kjo do të thotë një diçka mjaft të rëndësishme, sidomos në anën e punës, sidomos në lidhje me karrierën, me ndryshimet, me marrë vendime të rëndësishme në kohën e duhur. Prandaj vetë gjërat janë në anën më të mirë të mundshme dhe është një ndikim shumë i mirë, stabilizues, dhe nëse do ta marrim ta themi në një farë mënyre të konvertojmë disa gjëra që kemi një shtëpi dhe bëjmë nga shtëpi e bëjmë biznes, nga biznesi e bëjmë diçka tjetër, ka një harë kohor nga e Marta e Mërkura
që është një harkohor që mundësit janë shumë mira për bërë ndryshimin e tillë, por duhet pasur kujdes, sepse të tjerët në flasin gjithmonë, do kenë një ndikim shumë të madh në lidhje me punën, në lidhje me ndryshimet që vijnë ose kohën që kanë momentet ose periudhat. Por gjithashtu është një periudhë mjaft e mirë, pozitive do ta thosha, jo negative, sepse juve keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjidhjen e duhur në fushën ekonomike, zgjidhjen e duhur në çështjet madhore financiare, po dhe për sa i përket këtyre çështjeve dhe kohës së duhur që juve keni, jeni në anën më të mirë të mundshme dhe do shikoni edhe vetë sepse është periudha e tillë që juve ju ndihmon, juve ju jep mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në takime pune, zgjedhjen e duhur në atë që juve keni, jeni dhe mbeteni mjaft, jeni fakt në punë, sepse kur je faktik, di shumë mirë se juve duke parë se çfarë do të bëni dhe e keni përballë një punë shumë të rëndësishme me persona të ndryshëm dhe është fakt se juve gjithmonë rregulloni gjëra, gjithmonë jeni drejt rregullimit dhe stabilizimit. Por një veçanërisht kujdes të veçantë do të bëni me peshore, do të bëni me gafore nëse keni lidhje, sepse ka të bëjë dhe dita ndikimi i ditës së shtunë me Shën Valentinin, do keni shumë kujdes sepse është një ditë, unë nuk para besoj këtyre gjërave se jam pak më racional në lidhje me çështjet tani dashuri, gjëra që vetëm për Shën Valentin, por gjithsesi e marrim të mirë qenë që është një diçka për të angazhuar për një kafe më tepër. Por gjithsesi do të keni kujdes sepse është një ditë shumë e veçantë, e rëndësishme nga njëra anë, por e vështirë nga ana tjetër sepse mund keni probleme në çifte ose njerëz që ndryshe flasin, ndryshe rregullojnë, ndryshe studiojnë. Prandaj do bëni pa kujdes në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që nuk diskutohet, nuk e vën dyshim për arsyen e punës, të karrierës, të ndryshimit madh që mund të keni tani tutje dhe kjo mund të ndikojë në anën tjetër për sa i përket mundësive dhe punës aktuale në lidhje me shumë ndryshime, por edhe çështjet e tjera që kanë të bëjnë ose lidhen shumë me ekonominë, lidhen shumë me disa udhëtime të papritura jashtë vendit, që këta janë të shenjës së demit. Çfarë ndodh me demët dhe ku demët ndahen dhe ku bashkohen? Demët nga njëra anë mundohen që të jenë shumë korrekt në lidhje me çështjet që lidhen me ekonominë, lidhen me vendimet që marrin në një kohë të caktuar, por ajo që do t'i bëj të ndihen superior është ekonomia, sepse ajo ndikohet dhe jo vetëm ndikohet, por është një periudhë mjaft e vështirë nga aparenca, sepse demët sado që mundohen të jenë korrekt, mundohen të kenë ato gjërat në vetë ata, por ngadonjëherë nuk e arrin atë qëllimi dhe mundohen shumë, por nuk gjejnë zgjidhje të menjëhershme, nëse do ta marrim kështu, por është një kohë përcaktuese për sa i përket çështjeve që lidhen me anën e financave, për sa lidhet me anën e ndryshimit, por gjithashtu ka diçka shumë të rëndësishme për punën aktuale që do keni ose diçka tjetër që juve prisni për të rregulluar. Të shenjës së demit të dhjetëdijit të parë, meqense kanë dhe momentin e duhur, kanë mundësinë që të zgjedhin gjërat ashtu siç duan ata. Por në anën tjetër, dhjetëdijit që parë në rolin drejtues do ishte mirë të rishikoni çështjet e së shkuarës, sepse nismat për punën dhe për karrierën, gjërat që do të ndryshojnë fusha të ndryshme të ekonomisë dhe stabilizimit, një moment i papritur që ndodh pikërisht në anën e biznesit, sepse ka shumë me biznesin, lidhet shumë me këtë gjë, dhe kjo është ajo çka i bën më të kujdesshëm në lidhje me takimet. Do ishte mirë, dem të dashur, të 30 diqve, ndryshe ju thonë, ndryshe kuptoni dhe ndryshe mendoni. Por në anën tjetër, çfarë duhet të bëni? Është më mirë këtë javë të dëgjoni se sa të flisni. Ana pozitive që juve keni, edhe pse
jeni të duruar dhe i duroj fituar gjëna, por unë mund të them që kjo periudhë është një periudhë mjaft ndikuese dhe vezulluese në atë që bëhet, sepse duke pasur parasysh disa çështje finance, disa çështje ekonomike financiare ku lidhen me anën ekonomike, lidhen me punën, lidhen edhe me ndryshime të mëdha që mund keni, po këta janë ndryshime rutinë, them unë, sepse të tjerët mund të flasin, të tjerët mund të bisedojnë dhe dhjediqi i tretë ka një problem, po çfarë problemi ka vallë? Dhjediqi i tretë, meqense ka pasur një udhëtim për të bërë dhe është anulluar, ose marrë një dokumenti e ka anulluar, dhe arsyeja pse ka shumë gjëra, ka një kuptim tjetër. Megjithatë, ana pozitive që lidhet me disa ndryshime ose me disa çështje që koha ka provuar në lidhje me gjërat që ndodhin në një farë mënyre, por edhe periudhat që kanë të bëjnë me anën e biznesit. Madje është momenti i duhur për stabilizuar anën ekonomike, për stabilizuar gjërat që dëshironi. Megjithatë, bëni pa kujdes në përgjithësi 30 diqët nëse bëhet fjalë për dokumentacione ose firmosje dokumenti. Do me thënë, aplikime, dokumente, lidhet shumë me dokumentacionin kjo javë. Në anën e dashurisë, duket se me akret, me ujor, me virgjëresh, kanë diçka shumë të rëndësishme, diçka të përbashkët që mund të zgjidhin çështjet në vend. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë mjaft rregulluese dhe ndryshimet e mëdha që ka të bëjnë, do të thotë shenja e binjakëve. Përsa përket binjakëve, binjakët duket se tani për tani mundësit janë të mëdha në lidhje me një ndryshim që do të keni. Po çfarë ndryshimi, më Jorgo? Ndryshime të mira, pozitive në fushën e karrierës. Sepse duke pasur një karrierë të shkëlqyer, duke pasur të drejtën tuaj të ushtroni në atë që kërkoni, është një moment mjaft surprizues në anën tuaj. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndyshim, periudhat ku ndodhin fenomenet, gjërat që kanë të bëjnë me karrierën, se jeni për karrierë, jeni të lindur, dhe kjo ju bën mjaft ndikues, favorizues në gjërat që doni të bëni. Megjithatë, dhjediqi i parë që jeni në pritje për një fejes ose prisni të bëni diçka të madhe. Por vallë, sa jeni të gatshëm ta rregulloni gjë të tillë? Sa jeni të gatshëm të përgjigjeni kësaj kërkese? Gjërat nuk presin. Ajo që do të ka të bëjnë shumë, miqtë mi të dashur, lidhet jashtë mase dhe ta kuptoni gjë të tillë që duhet me patjetër. Ka të bëjnë me ligjin, një person të ligjit, ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me një person që është një rangun e drejtuesit, bën me te, jo me persona të tretë në mes, o më tha kështu, më tha ashtu, sepse thasha themet do jenë në plan parë për këtë javë. Dhe ndryshime që ka bëjnë, kjo javë na jep kaq mundësira, por nga ndonjëherë, nëse nuk e kuptojmë, nëse nuk jemi aty në atë sintoni, në atë drejtim që ne duam të jemi, atëherë kemi humbur atë që neve kërkojmë. Dhjediqi i tretë, nuk e diskutoj që ka një ndikim shumë të mirë, dhe mshuria dhe maturia që kanë binjakët nuk rrezikojnë që të fitojnë, por mundohen të arrijnë qëllimit me djersën e tyre. Ka diçka që vërtet do shikoni dhe vetë me kohën, me përgatitjet dhe gjëra që do të keni në një farë mënyre, është mundësia dhe koha më e mirë e duhura për sa i përket zhvillimeve dhe ndryshimeve të mëdha. Momenti që juve keni, sepse është një mundësi shumë e mirë stabilizuese për sa i përket anës ekonomike. Duke pasur parasysh edhe disa takime që do bëni tani e tutje ju, është një mundësi që vërtet
i keni kohën e dur, keni vazhdimsinë, stabilizimin dhe e keni mjaft të ndikuar atë në lidhje me një ndarje pasurie, do ketë vjediçi i tretë, dhe kjo është diçka mjaft e mirë për sa i përket çështjeve që juve e prisni gjë të tillë dhe dhe shikoni dhe vetëm kujtoni, ka mjaft gjëra pozitive në këtë aspekt. Duke pasur parasysh periudhat që ndodhin fenomenet ose çështjet të papritura që mund të keni, janë të kuptueshme dhe mjaft ndikuese në lidhje me ekonominë, në lidhje me punën, në lidhje me stabilizimin, në lidhje me standardet që juve keni, po është një moment mjaft i mirë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën dhe me ndikimet nga mesjava e tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshoret e dhjetëdhjeçit të parë, me dashët e dhjetëdhjeçit të tretë që ka diçka shumë të madhe, por gjithashtu dhe me akrep të dhjetëdhjeçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë mjaft kërkuese, ekonomike, stabilizuese dhe mjaft vendimtare në çështjet të mëdha dhe role drejtuese, që këta janë të shenjës së gaforeve. Përsa i përket gaforeve, gaforet duket se kanë disa mundësi tani, disa mundësi përsa i përket punës ose disa gjëra që vërtet i keni mundësit, vërtet jeni me këmbë në tokë, por disa gjëra nuk ju lejojnë në fakt për të bërë diçka ose të nisni diçka të re në anën tuaj. Megjithatë, kjo periudhë përsa i përket gaforeve, gaforet ndikohen shumë tani për tani dhe kanë atë mundësin e tyre dhe ndikohen shumë në këtë ndikim të madh financiar. Gaforet duket se janë të përgatitur ose përgatituni për një rol drejtues. Nuk e di sa e keni mundësin ju, nuk e di se nëse do doni të bëni diçka të re në fushën e biznesit tuaj, sepse lidheni shumë me blerjet. Këto janë ndikime mjaft të mira, edhe pse mund keni pasur probleme në të kaluarën, por pikërisht kjo javë është një javë që kërkon vëmendje, kërkon drejtësi dhe maturi. Këto gjëra juve i keni. Dhe është një periudhë që vërtet është periudha që mjaft e mirë mbi stabilizime dhe kërkime që juve keni, por një moment tjetër e keni anën tuaj më të mirë të mundshme përsa i përket çështjeve të karrierës suaj, çështjet të stabilizimit ekonomiko-financiar, por dhe një moment mjaft ideal. Pse përkon me anën e financave të biznesit? Pse arrihet një diçka shumë e mbar në ekonomi? Nuk diskutohet që është dhe një moment shumë vendimtar përsa i përket punës, përsa i përket asaj çka juve jeni të përgatitur, nuk e diskutoj, por është një moment që vërtet i keni të gjitha mundësitë të zgjidhni çështjet problematike nga më të mëdha që juve keni dhe jo vetëm kaq, sepse është një mundësi, është një moment mjaft i mirë në lidhje me çështjet e karrierës, në lidhje me një ndryshim shumë të madh që do të bëni në fushën e biznesit dhe në fushën e ndryshimeve që në fillimin e kësaj jave, sidomos dita e hënë, dita e mërkur, dita e premte, janë pikërisht këto ditë kur juve mund mbyllni takime të rëndësishme. Për juve që ndodheni jashtë, presupozojmë ndodheni në Angli dhe doni të bëni lëvizje nga Londra të shkoni në një qytet tjetër dhe kjo ju pengon disi për arsye komune, për arsye marrni dokumente nuk keni marrë akoma, e kështu me radhë. Por këto nuk ju penalizojnë për të bërë lëvizjen e duhur në atë çka juve jeni në pritje ose për të marrë dokument shumë të rëndësishëm dhe këte e keni gati për ta marrë dhe koha tregon që jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe jo probleme, sepse nga njëherë lidhet shumë me çështje problematike, lidhet shumë me gjëra që nuk janë fort ashtu siç duhet, por megjithëse koha ka provuar që juve jeni të gatshëm për të nisur gjëra të reja. Fusha
sentimentale, një ndarje që ka pas gaforja me akrepin nuk diskutohet, mund të kenë diçka këto ditë të bëhet diçka më jo Shën Valentinin. Nuk dua ta fus tek ato të dashuruarit sepse mbajnë mend diçka ku diun. Jo. Por diçka tjetër do ndodhi dhe është mjaft pozitive në lidhje me akrepin. Kurse me Demin dhe me Bricjapin kanë një ndikim shumë të mirë, fantastik, dhe kjo bën që juve të jeni shumë korrekt me të tretët, mjaft ndikuar në anën tjetër dhe është një mundësi shumë e mirë për sa i përket bashkim familjar. Nuk diskutohet që është me Bricjap, nuk diskutohet që ka mundësira dhe di që dy sidomos është mjaft indikuar në këtë aspekt dhe është momenti më ideal i qenë ndonjëherë. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft rezistuese, një shenjë që ka të bëjë shumë me ekonominë, ka të bëjë shumë me ndryshime të mëdha në fushën e karrierës, në fushën e biznesit. Në fushën e biznesit sepse ka një ndryshim mes asaj që është e realizueshme dhe mes asaj që kërkon kohë dhe lodhje të skajshme, që nuk ka problem kurrë, si janë të shenjës luanëve. Për sa i përket shenjës luanëve. Luanë të dashur, juve keni mundësinë e zgjidhjes së problemeve afatshkuar apo afatgjatë. Nuk mbani mend të keni pas një problem shumë të madh shqetësues. Kur? Arsyeja. Dini shumë mirë të përgjigjeni. Jeni shumë të përgatitur për punën që bëni, për njerëzit që ju rrethojnë. Nuk diskutohet sepse është koha e duhur mbi atë që juve keni, mbi atë që juve kërkoni dhe e realizoni. Vërtet një nga mundësitë që ju jepen në fusha të ndryshme, në karrierë, në ndikime të mëdha që keni tani atutje, është momenti më i mirë i mundshëm sepse stabilizoni ekonominë, stabilizoni gjëra të mëdha në fusha të ndryshme sepse jo se keni pasur probleme, jo se nuk i zgjidhni gjërat siç doni juve, i zgjidhni që ç'ke me të. Por kjo periudhë është një periudhë që do shikoni dhe vetë ku gjërat janë në anën më të mirë të tuajën, duke pasur parasysh gjithashtu. Kjo periudhë është periudhë ndikuese, favorizuese, mundësi dhe gjëra të tjera që do vinë. Mos u shqetësoni të 30 ditësh të kësaj shenje, duket se historia ka treguar shumë për juve dhe jeni në një ndikim shumë të madh tani atutje dhe kjo do t'ju bëjë të ndjeni jashtëmase mirë. Luani. Luanët në fakt e vërtetojnë me punë dhe kanë atë mundësinë më të mirë të mundshme, periudhën që ndodhin fenomenet, periudhën më të mirë dhe më perfekte në anën tuaj. Dhe gjithashtu nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar, sepse do dini shumë mirë ku do të shkoni. Do t'u bëhet një ofertë juve të 10 ditësh të dytë të shenjës së luanëve, një ofertë shumë e rëndësishme. Po vallë çfarë oferte? Një ofertë pune ku mund të jeni në role drejtuese. Nëse nuk jeni gati, sepse ju kanë vëzhguar, ju kanë parë, dhe kjo bën që juve të bëhet kjo ofertë dhe do keni kujdes se mund të futeni në grack. Ajo punë që do të bëni juve në rol drejtues mund të jetë një punë shumë e rëndësishme, po mund të jetë një punë që do kujdes shumë çështje mund të ngelen pezull e asaj të paralizueshmes dhe kështu që me kalimin e kohës në gjëra të mëdha që do ndodhin dhe do të diktojnë, me gjëra të mëdha që do të keni në fushën e karrierës suaj, mundësitë që keni tani atutje nuk diskutohet, nuk e vën dyshim për arsyen e punës suaj, njëkohësisht dhe diçka shumë të rëndësishme që keni tani atutje. Por në anën tjetër jeni me shumë fat sepse të
30 kanë kohën e tyre, kanë mundësinë e tyre që të zgjidhin problemet e pazgjidhshme. Por një gjë ju këshilloj që do të keni kujdes të 10 të parë në anën sentimentale. Një problem i vogël ka ndodhur me ujorin e 10 të dytë. 10 i dytë i shenjës së luanit ka pas një ndikim shumë të madh me shenjën e demit të 10 të tretë. Nëse mundeni, ose më saktë, nëse keni mundësinë për të bërë zgjidhjen e duhur në anën ekonomike financiare në lidhje me ndryshime të mëdha, në lidhje me vendime që mund të merrni, mirë do ishte që të jeni të përgatitur, sepse mundoni mos ta humbisni një lidhje ose bashkim familjar që do jetë me shigjetar të 10 të parë, është një moment mjaft i mirë për të zgjidhur çështjet nga më problematiket në anën tuaj. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që jep mundësinë, kohën dhe gjithçka kërkon në fushën e punës. E do në rol drejtues, është, e do në punë të rëndësishme, është. Të gjitha këto përbëjnë një CV të madhe, një CV shumë të rëndësishme për punën që do vinë. Dhe juve i keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në çdo aspekt të jetës dhe pikërisht në këtë javë kaq të rëndësishme, që do thotë shenja e virgjëreshës. Përsa i përket shenjës së virgjëreshës, meqense virgjëreshat kanë disa mundësi dhe kohën përsa i përket nismave, përsa i përket gjërave të mëdha, edhe pse mund të keni pasur gjëra të rëndësishme në anën tuaj më të mirë të mundshme, po është një ndikim mjaft i mirë, është një ndikim që supozohet përsa i përket ndikimeve, mundësive të arta që vinë, por në anën tjetër keni shumë gjëra që do të diktojnë, do të ndikojnë në fushën e karrierës. 10 i parë ka një udhëtim për të bërë këtë javë, por ky është një udhëtim disi bëni telefonat para se të niseni, sepse ka i problem vogël 10 i parë, sepse do të marrë një dokument atje ku do të shkoj jashtë shtetit, mbase në Gjermani e ka për dokumenta, por mos u nisni nga Gjermania për Shqipëri për të marrë dokumente nëse nuk siguroheni për i dokument që do bëhet, sepse në bazë të ligjeve ndërkombëtare, nuk jam i ligjeve, po në bazë të planeteve që ndikohet, do kemi shumë mundësira me dalin i ligji shumë të ri, siç u bë me Greqinë, siç u bë me Italinë, por me gjëra të tjera që do të shikoni. Këtu do jemi, do i flasim unë dhe juve bashkë, do shikoni se si dalin një nga një këto gjëra dhe nga se kanë bazën, zanafillën që gjërat janë kaq reale. Po, janë reale kur jemi real në atë çka themi, dhe kjo e vërteton dhe vetë fakti se juve kuptoni, dini, doni të dini dhe e shikoni dhe vetë që ju dalin gjërat që neve themi. E themi sepse nuk flas shumë, e keni kuptuar këtë. Dhe pikërisht të shenjës së virgjëreshës kanë pasur disa mundësi. Por mundësia më e mirë që është tani lidhet shumë me dokumentacione. Do më thoni që cila shenjë për këtë javë ka kaq mundësira për dokumentacione, nuk diskutohet që është virgjëresha. Gjithashtu virgjëresha është kryeson në grupin e shenjave të tokës, por njëkohësisht dhe me disa çështje të tjera që kanë bërë një bashkim biznesesh me një të huaj, ku është një moment nëse juve e prisni gjë të tillë ose e kërkoni, po është një mundësi. Po, i keni mundësitë për gjithçka juve kërkoni, sepse duket se është mundësia, është periudha mjaft e mirë për të zgjidhur çështje problematike. Por gjithashtu ka diçka shumë të madhe në anën e biznesit, në lidhje me disa ndryshime mjaft të mëdha, në lidhje me takime, në lidhje me disa parat pa marra i merrni, dhe kjo është diçka e mirë, është diçka që juve ju gëzon, juve ju jep atë adrenalinën për të arritur qëllimin tuaj, për të parë atë që doni të bëni, dhe pse jo, është koha juaj
është momenti më i ardhur. Bini pas, mi themi, të 30 vjeçët në fushën e punës dhe do keni pak kujdes. Merreni me sportivitet. Mos e merrni me stres, mos e merrni me po sikur vete mos vete, më tha filani kështu, mbase e anashkaloj gjërat të kësaj natyre, por jo. Unë do t'ju thosha gjërat bëni siç dëshironi juve, mundësit janë shumë të arta sepse zgjidhni problematikën tuaj, zgjidhni gjërat që juve do të keni dhe është një mundësi e mirë për punën dhe për karrierën tuaj. Mbase ndryshimet që bëhen, koha kur ndodhin fenomenet, kemi një mundësi të artë në atë që do të zhvillohet, në atë që do të realizohet për punën, do të realizohet për gjërat që juve doni të arrini të shikoni gjërat e juaja, përsa përket këtyre mundësive dhe këtyre gjërave kaq të mira dhe tepër pozitive. Një nga momentet që juve keni mbi çështjet që lidhen direkt me punën, lidhen direkt me njerëzit që ju rrethojnë, është koha më ideale, sidomos dita e martë dhe dita e diel, janë dy ditë shumë të rëndësishme për juve të kësaj shenje, bini pas se do më kujtoni, ka diçka shumë të rëndësishme. Në çështjet shpirtërore, lidhjet afatgjat, do thot me peshk të 10 ditë të parë, do thot me binjak të 10 ditë të dytë, por gjithashtu dhe me bricjap të 10 ditë të tretë. Gjitha këto ju ndihmojnë për të bërë zgjedhjen e duhur në kohën e duhur. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ndikuese dhe mjaft zhvillimit të punës dhe mjaft karrierës që juve keni, shumë gjëra do të ndryshojnë në jetën tuaj, sepse ja keni bërë hizmetin, edhe pse të tjerët nuk do të dëshironin që juve të nisnit diçka se doshin pyetur, po e keni bërë pa pyetur. Dhe kjo është janë e mirë se merrni në dorë stafetën e të ardhmes. Këta janë të shenjës së peshores. Përsa përket peshoreve, me qenë se peshoret luajnë një rol shumë të rëndësishëm në çështjet financave në lidhje me ndryshimin e madh që ka të bëjnë me punën aktuale, por njëkohësisht edhe shumë gjëra të tjera do të shikoni gjatë rrugtimit tuaj, gjatë punës suaj, sepse vërtet është diçka shumë e rëndësishme. Çfarë ndikimi kanë shenjat e ajrit në këtë javë ose më kryesorja që është për sa përket peshoreve, është marrja e vendimit të rëndësishëm për të ardhmen të afërt. Do të thotë pasuri e palujshme, do të thotë një punë e re. Po, është e mundur për një punë e re, sepse juve prisni prej shumë kohësh, dhe kjo duket se tani ka ardhur momenti, ka ardhur koha që juve të ndryshoni mendje, të nisni një diçka të re. Dhe fringo të re, do më thënë që e nisni juve, të tretët, të tjerët, ju ndjekin nga pas. Sepse është diçka me bërin në një punë shumë të rëndësishme, që nuk e bëjnë të tjerët, është një kohë stabilizuese, është një kohë me rëndësi të veçantë rreth punës suaj, rreth asaj çka juve keni dhe jeni, sepse gjithmonë gjërat ndikohen, diktohen në anën e punës, në anën e zhvillimeve që do të keni tani tutje. Është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment, është momenti më i mirë dhe tepër stabilizues dhe mjaft ndikues. Bini pas 10 ditë që parë një nuk e diskutojnë, nuk e vënë dyshim që me një ligj që do dali ose diçka që do keni në anën e financave, është momenti më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin e një pune, por i dyti gjithashtu ka të bëjnë me dokumentat që juve që jeni në Francë për shembull, në Itali, në vende të tilla do të ndihmoni shumë nga një person i tretë ose një njeri që ka mundësinë t'ju ndihmojnë në dokumentacione, mund të jetë një person i ligjit, mund të jetë një person që ka të bëjnë shumë me këto çështje. Por gjithashtu, shenja më me fat do ta thoshëm për këtë javë në rasti konkret të punës dhe të karrierës, edhe të fitimit të një
drejtësie të munguar, ku juve e keni mundësinë këtë për ta përfituar dhe koha tregon që po jeni me shumë fat në këtë aspekt. Çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dash të dhjetëdiqit të parë, me gafore të dhjetëdiqit të tretë që është perfektja, edhe pse duket të më pare vështirë, por është shumë korekte me atë çka doni të bëni, me atë çka doni juve të kërkoni. Por gjithashtu, kemi një mundësi shumë të mirë në lidhje me takime, me vendime, me ndryshime të mëdha që keni tani tutje, por është e koha e duhur për të stabilizuar jetën tuaj familjare. Një takim i papritur që ndodh pikërisht në këtë periudhë është një moment shumë i mirë dhe stabilizues në atë çka ndodh, ose problemi që keni pasur përpara në çështjet e financës, në çështjet e ndryshimeve, në çështjet e bisedimeve, ka të bëjnë shumë me disa takime mjaft pozitive. Prandaj bini pas sidomos me dash me gafore të dhjetëdiqit të parë. Shkojmë tek shenja e radhës. Do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, shumë korrigjuese dhe momentet të arta mund të duken të çuditshme, por janë më se të vërteta që do të thotë shenja e akripit. Në fakt në një farë mënyre ka një ndikim mjaft të mirë në lidhje me një ndryshim që do bëhet, një ndryshim shumë i madh për sa i përket periudhave ku ndodhin fenomenet ose gjërat e mëdha ekonomike, financiare, momente të ndryshme, por nuk ka vend për të shqetësuar në këtë aspekt sepse juve i keni të gjitha mundësitë, edhe pse me vështirësi, edhe pse keni pasur disa çështje të pasgjidhura, vjen momenti tani që juve do t'i zgjidhni gjërat dhe nuk e vën dyshim për sa i përket punës, për sa i përket asaj çka jeni dhe çka doni të arrini, dhe kjo është diçka që vërtet do e shikoni dhe vetë, ku ka diçka shumë pozitive, mjaft ideale, prandaj mos mu shqetësoni fare në anën e biznesit, në lidhje me disa takime që do bëjnë të dhjetëdiqit të parë, ka një mundësi shumë të mirë, sepse gjithmonë akrepët e marrin të mirëqen gjërat, edhe periudha që ndodhin fenomenet ose diçka tjetër që mund të keni pasur më përpara, për sa përket ndryshimit, për sa përket asaj çka juve vendosni në një farë mënyre për punën tuaj, për anën e karrierës, sepse këto janë gjërat që ndryshojnë nga njëra anë në tjetrën, dhe në pozicionimin e planeteve, ku është dhe koha më ideale e që ndonjëherë për të zgjidhur problematikën dhe periudhat kur juve i keni për stabilizimin. Meqense keni 2-3 këndshë që bën Plutoni, që është guvernatori juaj, Mërkuri në anën tjetër, kemi dhe Saturni në dash, ku do t'ju ndihmojnë për rregullimin dhe stabilizimin e një prone, ku keni shumë kohë që nuk po e mbyllni siç dëshironi, me të drejtën tuaj, me periudhën që ndodhin fenomenet nga më të çuditshme për sa i përket gjërave të mëdha, për sa i përket asaj çka keni, asaj çka jeni, por në anën tjetër nuk e vën dyshim sepse keni mundësinë për të zgjidhur çështjet shumë madhore në familje, keni pasur disa probleme rutine, se nuk është diçka ka shqetësuese, por është mjaft e ndikuar dhe ky ndikim shumë i madh në lidhje me favorizimet, në lidhje me kuptimin e jetës, në lidhje me pozicionimin e planeteve, ku është një kohë që jep rëndësi punës, karrierës, ndryshimet të tjera që do të vinë tani tutje, prandaj mos mu shqetësoni se do keni shumë ndryshime. Unë do t'ju thosha diçka. Po bëni gati 2 muaj, muaj i tretë ky, që sapo është futur shkurti, që do të shisni një pronë. Po kjo prona që do të doni ta shisni ju, është problem nga një person. Nuk e di arsyen problem. Me kuptimin e fjalës marrni dokumenti.
por kjo nuk është marrë akoma, ose do jetë me dem me ujër, kjo varet një individ pastaj kur kanë të fenomeni, pse është vonuar edhe pse nuk po gjendet një zgjidhje. Atëherë unë të them që kjo periudhë është periudhë e mirë për të bërë zgjidhjen e duhur, është koha për të arritur në ato që juve jeni në pritje, dhe pse jo, e keni për veten tuaj dhe mundësitë janë të mëdha për sa përket stabilizimit, për sa përket mënyrës se si vijnë gjërat, është koha mjaft e mirë, kështu që mos u shqetësoni sepse ja lini kohës nga nganjëherë juve dhe mërziteni për gjëra të vogla, kështu që nuk besoj se keni problem të madh, të gjëra të pazgjidhshme. Në fushën e dashurisë, një dashuri e largët është shumë afër, që do të thotë me dashtë edhe diçit parë, me virgjëresht edhe diçit tretë që është perfekta, dhe me gafore. Me gafore s'do mos, a nuk e vend dyshim unë, sepse është periudha më e mirë dhe gjërat janë më fantastike për sa i përket çështjeve dhe gjërave të mëdha që do të keni tani e tutje, sepse është momenti, është e koha që juve dini shumë mirë çfarë bëni, dini shumë mirë ku do të shkoni, dhe kjo është një ndikim shumë i madh. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë e zjarrt, tek një shenjë që kërkon drejtësi, tek një shenjë që kërkon dashuri, tek një shenjë që kërkon lumturi. Dhe a do gjej vallë dhe pse ka pasur kaq gjëra të vështira në jetën e vet, këto 4 muajt e fundit, sepse do të stabilizoj një herë e mirë dhe të shkëputet nga e kaluara. Kaluara është një epokë e hedhur poshtë, e hedhur tej, por niset diçka e re. Dhe kjo dhe do të thotë shenja e shigjetarëve. Nëse rishikojmë gjërat në fushën e karrierës, ka diçka shumë të madhe në lidhje me anën e biznesit. Kjo është ajo që juve e nisni dhe keni për t'i arritur qëllimit në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën, se juve keni lindur për karrierë, njerëzit janë të lindur dhe kanë atë mundësinë e tyre, momentin që ata zgjidhin shumë probleme ose çështje të tjera ekonomike, mundësi të arta që zhvillohen ose ndryshojnë në anën tjetër, por megjithatë është një mundësi shumë e mirë për të stabilizuar, për të arritur qëllimit edhe momentit të duhur në ekonomi, në vazhdimsi, por përgjegjësia në momenti kur ndodhin fenomenet është diçka shumë e madhe. Është diçka që lidhet me punën, veprohet ashtu siç juve pretendoni, me të drejtën tuaj, këtë ua garantoj Jorgo me 1.100.000% se nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por meqense ka disa ndryshime që vinë drejt një ndikimi të madh, sepse veprimet që bëhen apo disa telefonata që do bëhen mund të ketë pak problem. Po çfarë? Ka diçka në lidhje me fuqizimin dhe ndryshimin, momentin e duhur në anën ekonomike, momentin e duhur në lidhje me ndryshimet të mëdha ekonomike, financiare, biznesi, karriere që ndodh, por nëse keni mundësinë ju, unë do të thosha që nisni diçka, sepse jo se i lëni pezull, por nëse keni damenjen dhe doni që kjo punë të mbyllet një herë mirë, edhe të vazhdoni të veproni në mënyrën më të mirë të mundshme, ose keni atë të karrierës më tepër, favorizoj, ndryshoj, kuptoj. Ana tjetër është një anë mjaft ndikuese dhe kërkuese, sepse ka të bëjë me shumë edhe me disa gjëra që keni në plan juve për të mbyllur ose për të bërë, takim pune, takim biznesi, takime të ndryshme të mëdha. Një nga marrje vendime të rëndësishme që është ekonomia, ajo që prisni për të stabilizuar një herë mirë anën ekonomike financiare, e keni dhe si mundësi. Është shumë e rëndësishme koha apo periudha kur ndodhin të gjëra. Por duke pasur parasysh, sepse edhe koha kur vijnë gjërat ose kur ndikohen,
momentet janë ata që zgjidhin problemet. Dhe kjo është një problemet më madhore dhe më perfekte sipas periudhave, sipas ndryshimeve që vinë të një pasnjëshme në anën tuaj. Megjithatë, edhe pse keni kohën e duhur mbi disa takime, me disa ndryshime, nuk e vë ndryshimun sepse sa është koha momenti, për shembull, momenti më i madh se e lidhni me ekonominë juve. Kjo lidhja e ekonomisë ka dhe anën e mirë të mundshme, sepse duke pasur parasysh punën, duke pasur parasysh ndryshimet një pasnjëshme që keni, një nga momentet kyçe që lidhet me familjen, kjo është një gjë shumë e madhe për sa i përket çështjes së karrierës, për sa i përket mënyrës se si juve i bëni gjërat, dhe kjo do të thotë ndryshime dhe mundësi të arta në jetën tuaj. Dhe ka një ndikim kaq të madh dhe shumë pozitiv, sepse zgjidhni çështjet e punës, zgjidhni çështjet e karrierës, dhe është një gëzim shumë i madh sepse do prisni diçka të madhe tani, e keni mundësi një surprizë që ndodh këtë javë, çtu ndjeli, nuk e diskutoj. Keni një udhëtim shumë të rëndësishëm për sa i përket jashtvendit, dhe kjo do t'ju ndihmojnë për të kaluar disa ndikime ose disa çështje shumë të mira me punën tuaj, ose një dokument që do ta merrni jashtë shtetit, e keni mundësinë, dhe kjo do thotë ndikime shumë të mëdha dhe favorite për juve të shenjës shigjetarëve. Nëse flasim për dashurinë, ka të bëjnë shumë me dashjet e diçit të parë, me virtjeshtet e diçit të tretë, ka diçka shumë surprizuese dhe mjaft pozitive në vazhdimsi. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë mjaft e fitimprurse, një shenjë që vërtet tani për tani ka një ndikim mjaft të mirë, edhe pse civin e ka të pastër, mundohet shumë të bëj diçka që më përpara ishte shumë vështirë ta realizonte, që kjo ndikohet tani e tutje, që do të thotë shenja më prestigjioze, do të thosha kështu, e bricjavëve. Për sa përket bricjavëve, bricjavët duket se ka shumë ndryshime të mëdha që lidhen në fushën e ekonomisë, lidhen në fushën e drejtësisë, lidhen në fushën e komunikimit, sepse tani për tani, sado që gjërat bëhen bashkë, për shembull ekonomia, vendime që merren në anën tjetër, por nuk do ta thosha që është një problem i pazgjidhshëm. Është një kohë shumë e rëndësishme, është një kohë që vërtet jep atë kontributin e vet për punën, për karrierën, për ndryshimet. Bricjapët janë shenja më perfektja për sa përket kësaj jave, dhe shenja më ndikuese në lidhje me takimet e punës ose në lidhje me gjëra të reja që do kenë tani tutje. Dhe pikërisht kjo periudhë, pikërisht ky moment është momenti më i mirë i mundshëm në anën tjetër të pozicionimit të planeteve, sepse nuk humbet djersa e ballit, nuk bëni gabime, siç bëjnë disa shenja që nga njëra anë mundohen për të arritur diku, në njëra anë mundohen që të bëjnë gjëra të papritura, ose e marrin të mirëqenë diçka që është realizueshme dhe në rregull dhe kaq, por jo. Është koha, është momenti, është periudha më e mirë e mundshme, sepse stabilizoni gjëra të mëdha, stabilizoni gjëra që do të keni mundësinë për të zgjidhur, do të keni mundësinë e një takimi të rastësishëm, dhe ky takim është takimi që do të keni mundësinë të bëni zgjedhjen e duhur në fushën e karrierës, në fushën e punës, në fushën e gjërave të mëdha që do të zgjidhni disa probleme që për momentin ishte pamundur të bëheshe. Po vjen momenti tani dhe koha, sepse juve e dini shumë mirë çfarë bëni dhe ku doni të shkoni. Bricjavë të dashur, nëse keni mundësinë në këtë javë, merruni me punët aktuale familjare, sepse do t'ju duhet të zgjidhni disa problematika të mëdha. Disa nga këto probleme mund të sjellin edhe keq kuptime, sepse është java që vërtet nga njëra anë mund të ndisi, nga rang botror, nuk është se flasim
për sa i përket, por kur kemi rande të tilla, e kam thënë dhe themet madhe, dhe ditë pikërisht po të vini re në dje ka qenë që kur kam thënë që një qime floku në lëviz në univers, do thot dridhet e gjitha çështoka, por kjo në dridhje do të marrim ekuilibrin, sepse do t'i kemi këto gjëra. Nuk është se u shpik sot. Mos dëgjoni çfarë flitet se çfarë thoret. Jemi merreni të mirëqen që ju them, nuk trembet malet nga dobora. Është një periudhë që do kaloj, është një periudhë e vështirë. Po, është e vështirë, po ta keni ndjerë të gjithë, duke ti si sa njerëz, ose sepse të jep një farë lidhje me pasurinë, presupozojmë për shembull se me lekët kanë duk paraja më tepër akoma, do jemi më afër njëri tjetrit. Prandaj do ndodhin disa fenomene, por këto do i flasim në moment tjetër, por ta dini që nuk është se gjërat janë siç kanë qenë më përpara, nuk e diskutoj, 99.99% ka ndryshuar, por jemi drejt një ndryshimi të madh që po ndodh dhe ka për të ndodhur në vazhdimsi. Prandaj mos mu shqetësoni për gjëra që nuk ja vlen të shqetësoni për gjëra të vogla ose çështje të tjera të tipit nuk e di çfarë bëjmë me gjyqin, nuk e di çfarë do bëjmë me shëndetin, nuk e di çfarë do bëjmë me gjëra kësaj natyre. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar, prandaj mos mu shqetësoni. Dashuria duket se me gaforet e 10 diçit parë, me dashje e 10 diçit tjetër është perfektja, por pak vëmendje do më bëni me peshore, se me peshore të grindeni ju, sado që të grindeni janë grindje dashurie, them unë, edhe e dini edhe këtë gjë ju. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që ka mjaft ndikime, ka mjaft periudhë që do të thot një periudhë pozitive në anën e vet, që do të thot shenja e ujorit. Përsa i përket ujorëve, çfarë ndodh me ujorët? Ujorët duket se kanë disa ndryshime shumë të mëdha, sepse lidhen me ekonominë, lidhen me punën, lidhen me stabilizimin e ekonomisë, sepse nuk e kanë problemin tek financat. Se financat në fundit ata e dinë se ku janë dhe e dinë se çfarë do të bëjnë, po momenti dhe koha do nga do njerë që të shikojnë ku ndodhen dhe për çfarë janë të interesuar të bëjnë. Unë ju them ujorëve, edhe pse në lidhje me pronën, që keni pasur probleme, në lidhje me një dokument shtetëror që juve që jeni, ose të vetë punësuar se do punësoni, që ka të bëjnë me Austrinë, që ka të bëjnë me Zvicrën, që ka të bëjnë me Italinë, do keni mundësinë më të mirë të mundshme përsa përket kësaj jave për të zgjidhur një gjë të tillë, sepse është edhe koha, momenti i duhur për zgjidhje të tilla dhe periudha që ndodhin fenomenet. Nuk ka vend për të shqetësuar kur, sepse edhe periudha, edhe momenti dhe koha juve ju do që t'jeni shumë korrekt me anën tuaj, mjaft pozitiv me ndryshimin dhe kohën e duhur, sepse zgjidhja që do të bëni, momenti që juve do të keni, është ana më e mirë dhe tepër pozitive për juve të kësaj shenje. Duke pasur parasysh edhe pse disa ndryshime të mëdha që do lidhen me ekonominë ose do shisni një biznes për arsye të një udhëtimi që do të bëni, e keni këtë mundësi dhe jeni gati të përgjigjeni këtyre gjërave sepse është koha, është dhe momenti i duhur për sa i përket çështjeve ekonomike financiare, për sa i përket gjërave të mëdha që do të bëhen dhe pozicionimi i planeteve që është në anën tjetër mjaft korrekt nga ana juaj, por gjithashtu mundësi të arta që do të keni. Vërtet është një moment mjaft e mirë. Vërtet është një periudhë që gjërat do të ndikohen direkt tek juve, por një nga mundësitë më të mira, një nga anët më pozitive që do të keni tani e tutje është ajo e punës, është ajo e çështjeve të mëdha që do të keni zgjidhje në problematikat më të mëdha që keni pasur ndonjëherë, sepse zgjidhet me punën, zgjidhet me karrierën dhe disa çështje të tjera ligjore ku mbeten për tu parë, për ju që jeni në diasporë, do keni kujdes juve që jeni në Gjermani, çështja e ujorit, çështja e ajrit e kanë Gjermaninë më tepër.
Keni kujdes sepse nga një çështje madhore, ligjore, mund të mungoj dokument, por me këtë dokument shikojeni pak se çfarë do të bëni, ose si do ta menaxhoni në një farë mënyre, përsa i përket punës aktuale, përsa i përket asaj që gjërave të mëdha që do të keni, sepse duket se ndryshimi vjen nga tani. Ndryshimet që keni, mundësitë e arta që vijnë, është koha juaj dhe momenti lidhje me anën tuaj, me pozicionimin e planeteve, sepse keni diçka shumë të madhe në këtë aspekt, por gjithashtu nuk ka vend për të shqetësuar përsa përket kohës, përsa përket ndryshimeve të mëdha që vinë në punë, vinë në anën tuaj. Por një lajm që do ta merrni, ose do të keni një mundësi përsa përket zhvillimeve që kemi të në kohët e fundit janë shumë të shpejta, të shpeshta për punën, për karrierën, do villin biznese, do fillin biznese të reja me një tjetër mënyrë, do jetë koha që me zhvillimin e madh që bëhet tani e tutje, është një kohë që përcakton, është një kohë mjaft ndikuese dhe tepër pozitive, sepse do zhvilloni shumë gjëra në anën tuaj të financave të biznesit, por gjithashtu në anën e punës mos e keni merak fare, sepse jeni në rrugën e duhur, në momentin e duhur për zgjidhur problematikat që ve keni pasur më përpara. Kurse në çështjet shpirtërore, lidhjet afatgjatë, që do të thotë me luantë dhe diçit parë, shigjetarët dhe diçitet është perfektja, por me binjak keni kujdes sepse është vetjeta, mos prishni gjërat të krijuara me vështirësi, me mund, me djerës për një jetë më të mirë drejt familjes së kompletuar. Prandaj keni kujdes. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që nuk kërkon saltanete, nuk kërkon gjërat më dha, por kërkon drejtësi. Qanë për drejtësi. Është në gjendje të përgjigje gjithçka, është në momentin më të mirë të mundshëm për të zgjidhur çdo lloj çështje në fushën e punës, fushën e karrierës. Dhe është momenti, koha tani. Që këta janë peshqit. Çfarë ndodh me peshqit? Për sa i përket peshqive, unë peshqit mund të them mjaft ndikime që do të keni, dhe këto janë ndikime pozitive, nuk e vend dyshim, për arsye të punës suaj, për arsye të gjërave që do të keni, është një moment peshqit të dhjetit parë. Kanë shumë gjëra në një kohë dhe kjo ju bën mjaft korrekt në punën tuaj, ju bën mjaft korrekt në zhvillimet të reja që do të keni, dhe kjo do ta shikoni dhe vetë ku ka diçka shumë të madhe. 3 ditët e para që ndikoheni jashtë mase, që është edhe kjo periudhë, është çështje kohe, është çështje biznesi më tepër sepse e keni, por momentet janë mjaft ndikuara dhe në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, sepse duket se është diçka shumë pozitive, është diçka që vërtet juve ju ndihmon nga njëra anë për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj, sepse është një vërtetësi shumë e madhe dhe shumë e vërtet që ndikimet të mëdha që do të keni në lidhje me punën aktuale, në lidhje me anën e karrierës, duket se nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, është momenti juaj, është koha juaj tani. Prandaj, bini pas, mos i lini gjërat pas dorë, mos i lini gjërat arrin ose deri në përfundimet të çështjeve të kohës, por momentet janë që juve doni të rregulloni diçka, doni të nisni diçka të re, është një mundësi shumë e mirë tani dhe një moment mjaft pozitiv, sepse do ta zgjidhni problemin tuaj, do zgjidhni disa çështje të pazgjidhshme dhe është momenti dhe koha më ideale që ndonjëherë. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse keni mundësinë për zgjidhur gjërat e juaja, por një problem i vogël ka ndodhur me virgjëresh, po këto është e zgjidhshme sepse kjo javë zgjidh problemet, jo se do jetë Shën Valentini dhe do t'i zgjidh Shën Valentini, jo, nuk i zgjidh, për kundrazi. Është ana tjetër e kundërta. Për mua, unë e themi diçka që nuk lidhet fare me Shën Valentinin, dashuria. Dashuria ka atë anën e mirë, ka gjëra sekondare që prishen, rregullohen, stabilizohen, por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë por dhe delikate për sa përket me virgjëresh.
Kurse me binjak të 10 që të parë, me shigjetar të 10 që të tretë, është diçka shumë perfekte. Madje dhe periudha kur ndodhin fenomenet, periudha që ndodhin gjërat, janë nga më pozitivet, janë nga më të mirat, sepse zgjidhet një problem shumë i madh, zgjidhet një diçka që nuk ka qenë kurrë në lidhje me anët e juaja, por është nëse e mundur për sa përket sakrificës juve bëni, për sa përket asaj çka juve keni dhe mundoheni shumë të bëni gjërat, mundoheni shumë të arrini në finish për çështjet madhore, për çështjet që kanë të bëjnë nga njëra anë. Megjithatë, gjithçka shkon mbar, gjithçka është e arritshme, sepse kjo periudhë pikërisht, ky moment pikërisht është momenti më i mirë dhe më stabilizuesi në fusha të ndryshme të karrierës, të punës, të biznesit dhe të gjërave të tjera. Megjithatë, lidhjet afatgjatë ose bashkim familjar do ta keni me britësap. Prandaj shikoni në lidhje me dokumentet sepse është koha më e mirë e mundshme e që ndonjëherë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj jave kaq të rëndësishme, por shumë e dobishme, por nga ana tjetër kërkon vëmendje, sepse thashathemet janë në çdo vend dhe në çdo sekond mund t'ju dëgjojnë dhe t'ju shikojnë, t'ju përgjojnë për gjëra të tjera, prandaj keni kujdes, shikoni çfarë thoni dhe kujt i drejtoheni. Para se të mbyllim emisionin, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, ku të ndodheni në Shqipërinë diasporë dhe në kërkimin për shkrimin e detajuar, atë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja Ros shkon atje, atje ndodhet sekretaria, duke blerë paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, atëherë direkt pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve në pyetje përgjigje, kemi këtë butonin këtu. Duke klikuar, duke ndjekur hapat dhe jeni gati për të dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për drejt përgjigje. Meqense java nga data 9 deri me 15 ka këto ndryshime, ka këto ndikime, ne do rishikomi përsëri me parashikime të vazhdim. Në një rrugë, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mira.